ndodhen pas edhe situata prej fajtim. Situatat që nuk t'i kanë tundur vetëm të themelet, po më kanë bërë mua të ndihem shumë keq dhe shumë në faj, sa që ndonjëherë pa dashje, po mendoja që më mirë triu në këtë fajin tim, edhe mos t'i shpjegoj Gimbos asgjë. Kupton? Po njëkohësisht nuk e bëja dot sepse unë për Gimbon kisha mendime tjera. Tani, e fundit. O, sotani kjo. Tani, unë ndihem njësoj. Çfarë përfundimi tragjike që kjo? Herën e fundit, kur më jam pyetur, kam thënë që unë Gimbon e pëlqej shumë për vlerat që përfaqëson dhe për djalin që është. Po, shumë, djali mirë shumë. Po, gëzimi do delsh më mirë. Sot mund të them që Gimbon e respektoj për njeriu që është. Jo. Sot mund të them që mund të kem zhvilluar një ndjesi shumë të mirë për ty. Do të brenda me është zhvilluar një ndjesi shumë e mirë për ty. Pse për shtëpi po mi bjen rrotull me shtëpi? Pse s'po mi bjen trop për Gimbo, shtëpi? unë të them çfarë duhet, çfarë do të dëgjosh. Për ta vëllën e lullën është merresh. Bro, faleminderit shumë. Atëherë, po filloj që nga dita 1. Unë po të them që brenda meje, brenda Selinit, është zhvilluar një ndjesi shumë e mirë për ty. S'pëlqen tani përgjigja, s'është fajim. Ço do dëgjosh? Atë që do dëgjosh ti nuk do dëgjosh. Pse më vëres duhe? Ty të kumllastuar. E di çfarë, jo, problemi im këtu brenda ka qenë që unë kurse si nuk kam dashur. Edhe një nga arsyet pse unë jam ndarë nga ish ortaku im, ka qenë sepse në një moment kur ne kemi qenë në shprellë dhe ti ke qenë tek dera për të folur me mua, është shprehur që ja Big Brotheri, kupton? Të tipi që kjo relacioni mund të trajtohet si për lojë. Ndërkohë gjëja që unë jam ndruar, që i druhem shumë, edhe nuk kam pas qef në asnjë moment të lexohet sikur, është që ky relacion, se disfare që vazhdoj dhe ky relacion. Ky relacion. Ky relacion, më tranu me çfarë